Harvardi, Oxfordi dhe shumë universitetet tjera sot njihen si majat e arsimit botror. Mirë po shumë pak njerëz e dinë se rrënjët e këtij koncepti shkojnë thellë në histori, tek një grua e jashtëzakonshme. Një grua muslimane, Fatima Al-Fihri, ndërtoi universitetin e parë në botë. E lindur në Tunizi në vitin 800, babai i saj ishte një tregtar i Zotit dhe pasi ai vdiq, i la Fatimes dhe motrës së saj një pasuri të madhe. Por Fatima kishte plane tjera. Ajo u shpërngul në qytetin Fez në Maroko, ku nuk kishte asnjë vend për shkollim të lartë. Kështu që Fatima mori një vendim që të hap universitetin e parë në botë. Me paratë e saj, ajo filloi ndërtimin e Universitetit Al-Qarawiyyin. Për më shumë se 20 vjet ajo harxhoi shëndetin e saj, kohën e saj dhe vizionin e saj mbi këtë projekt. Dhe në vitin 859, dyert e universitetit u hapën. Al-Qarawiyyin nuk ishte vetëm një shkollë, ishte një revolucion ku për herë të parë në histori me kurrikula të strukturuara, diploma pas përfundimit dhe dyert të hapura për student nga çdo vend. Kishte drejtime duke filluar nga teologjia, drejtësia, matematika, astronomia dhe mjekësia. Ky u bë modeli dhe projekti ku Evropa pas 200 vitesh ndërtoi Oxfordin dhe përdori modelin e saj. Pas 300 viteve, Cambridge përdori sistemin e saj, kurse 800 vite më vonë edhe Harvardi. Ende përdoret sistemi i saj dhe libri i Genisit e ka konfirmuar këtë se Universiteti Al-Qarawiyyin është universiteti më i vjetër në botë. Ende është i hapur, ende mësohet në të. Për shumica e librave të historisë e larguan emrin e saj, duke thënë se universiteti i parë u hap në Evropë dhe duke mos e përmendur se një grua muslimane ishte e para e cila e kishte idenë. Sidoqoftë, ajo nuk ndërtoi vetëm një shkollë, ajo ndërtoi një sistem që la trashëgimi. Mirë po emri i saj njihet shumë pak. Mirë po ndoshta është koha që emri i saj të ringritet. Fatima Al-Fihri.